Nëse inkuadrohet bashkimi dhe asnjëra nga ekipet shqiptare nuk bie nga elita, atëherë bëhemi 7 ekipe shqiptare në ligën e parë. Ai realisht Aziz nuk është edhe duhet i ndajmë ne kështu, ndo nëse ne bëjmë këtë, nuk e di sa është edhe faktikisht korrekte ta bëjmë, por gjithsesi mua personalisht si emër për edhe si gazetar, po investimet dhe të tjera, po investimet në futboll po tregojnë që po duhet pala tjetër duhet mësuar një gjë që faktikisht klubi i futbollit nuk është mbahet me para shteti, me para komunash dhe me të tjera. Klubi i futbollit mbahet me investitor siç e ka Besa, Haxhiun e famshëm që e përmendim, që unë personalisht nuk e njoh Bujarin Kadrin dhe që e përshëndes që dje kishim edhe një bisedë të gjatë ndeshjes para dhe pas asaj kundër Shkupit dhe kështu luhet futbolli, faktikisht e ne dhe gjithkund në botë, me investitor, me persona të cilët i investojnë që i kemi ndoshta ne si shembull më konkret në Kosovë, ku po bëhen investime të skajme kohëve të fundit. Këtë duhet mësuar ana e kundërt, këtë e kanë për momentin skuadrat tona, ja nëse e shohim, Shkëndia e di më të gjithë ka ekologun, Gostivari dhe Shkupi kanë ata investitor nga Turqia, Struga e dim e ka Trim Lumin që i qëndron mbrapa, gjithashtu e përmendëm veç më Besën, e dim edhe Voska Sportin, zotrin Efi Huseini, i cili tenton me gjithë ato që ka mundësi të bëj investime, sezonin e parë dhe kishte sukses duke u plasuar që në finale të kupës, dhe këtë para se gjithashtu duhet mësuar, e themi edhe një herë ekipet nga ana tjetër, kam përshtypjen se Vardari përfundimisht e ka mësuar me disa investitorë të cilët janë një mix hungarezo-turk, duhet implementuar edhe skuadra tjera, gjithnjë kjo për të rritur në nivelin e futbollit në vendin tonë, përsëris edhe një herë që ja marr jashtëzakonisht shumë lakmi kohëve të fundit futbollit kosovar, ku po krijohen kushte të shkëlqyeshme për të luajtur futboll në atë vend.